sot Joni Peçi duhet Joni Peçi Store apo jo? Joni Peçi. Është Joni Peçi Store, por janë disa linja të ndryshme që është për shembull e kam fjalën ti duhet të fillosh edhe procesësh. Linja që unë përdor tek ju nuk është Joni Peçi Store, është linja prive. Kjo është prive. Kostumi është prive. Kostumi është prive, është atelje dhe bëhet enkas për ju në atelje. Siç prodhohen dhe shumë veshje të tjera. Më pas është Joni Peçi Store që është për një gamë më të gjerë njerëzish, por në të njëjtën kohë ne i kemi përputhur dhe i kemi bashkangjitur ateljen dhe storin të dyja bashkë. Kështu që ti me brandin të ndërkombëtar tashmë ti duhet fillosh të mendosh edhe për butikët. Planet janë, por ndodh një fenomen shumë i çuditshëm. Sa herë që unë mundohem të marr një hap gjigant për të hapur një atelje apo një showroom në Milano apo Rom, si fillim, një herë fillon pandemia. Në momentin tjetër filloi lufta që nuk dua të hyj kjo periudhë që nga 2020 le të themi, sigurisht, dhe kjo luftë që ishte dhe këto tensione lufte që janë kështu nuk i bëjnë mirë as biznesit dhe as hapjeve të fillimeve të reja të biznesit, ku ne po dëgjojmë shumë brendet në botërore që janë duke mbyllur, Keron për shembull që zotron shumë firma dhe brendet të rëndësishme botërore, tashmë brenda vitit 2026 ka për të mbyllur 100 prej dyqaneve të tyre. Por jeta vazhdon, puna vazhdon, çdo gjë vazhdon dhe të gjitha këto. Dhe me që vazhdon, ne tani do sillim një tjetër material sepse me kamerën tonë aty kemi qenë edhe kemi intervistuar të ftuar të ndryshëm, disa prej tyre sepse ishin pafund shumë të ftuar, të cilët ka dhënë përshtypjet e tyre për sfilatën. Le ta ndjekim. Ajo që më bën në përgjithësi përshtypje tek Joni është që gjithmonë Joni ka koncepte shumë të mira, sa herë që sjell krijimtaritë e tij, dhe kjo për mua ishte shumë surprizë. Më pëlqeu shumë mënyra si e kishte konceptuar, si e kishte sjell, po vërtet na çoi në një planet tjetër. Jashtëzakonshme, emocionet janë të shumta. Është edicioni i tretë ku marr pjesë në Joni Peçi Fashion Group, kështu që sonte besoj është sfilata më e bukur sepse ka të bëjë me hënën, Moonlight Fashion. Ai është Armani shqiptar, nuk e di, është më i miri. Shumë e lumtur për Jonin, duke njohur Jonin dhe kam punuar për vite me të. Më vjen mirë që sa herë që Joni bën çdo vit sfilatën, vjen në një mënyrë spektakolare dhe sfilata e këtij viti për mua është on the top. Dua të dinë që në vete, se jam akoma në fluturim me sipër, nuk e din çfarë hapësira më ka shuar Joni sot. Përdej të tërave e falenderoj shumë Joni që më ke emocionuar kaq shumë. Jon, për këto emociono dhe bravo të qoftë për revolucionin që bën. Joni kësaj here na çoi në një udhtim shumë të largët në hënë. Ishte fantastike, më pëlqeu shumë. Të gjitha veshjet ishin shumë të bukura, shumë të veçanta, edhe ngjyrat shumë të bukura. Vetëm Joni mund ta bëj këtë gjë. Tani është disa vit që unë marr pjesë dhe realisht ai të befason. Tani është privilegj të vishesh baj Joni Peçi. Unë e kam këtë privilegj, për mua është një kënaqësi e veçantë që marr pjesë edhe në sfilatën e tij, për ta parë më nga afër profesionalizmin dhe talentin e jashtëzakonshëm. Jam shumë e lumtur që isha pjesë e kësaj sfilate, që isha në rresht të parë, ishte një respekt i veçantë për mua dhe për nënën time. E vlerësoj shumë edhe Joni, keep going, ne ta adhurojmë. Ishte e jashtëzakonshme, në fakt emocionet ishin shumë të mëdha dhe një nga emocionet më të mëdha është që ne kemi artist si Joni Peçi dhe që janë shqiptar, por që kanë bërë emër dhe që na nderojnë në gjithë botën. Është një eksperiencë fantastike në fakt. Domethënë ti në pak minuta realisht kalon në një tjetër dimension, vërtet ajo hona të përfshinte edhe në koleksion. Mrekulli, Joni është Joni. Joni është një nga stilistët shqiptar me emër dhe që është rritur nga viti në vit, por është guximtari që temën bashkohore të një kohe tjetër, të një galaktike tjetër, e solli nëpërmjet modës duke kuptuar që elementet e bukur të veshjeve tona u vendosën shumë bukur ke gjithë kjo sfilatë. Sfilata ishte e mrekullueshme, Joni është një mik i im dhe një njeri mrekullueshëm dhe stilist i mrekullueshëm. Sfilata ishte shumë e bukur, skenografia, muzika, atmosfera, ngjyrat, tesutët, materialet shumë unike, tepër e veçantë,
si në prerje, si në linjë, si në mënyrën e të hecurit, të konceptuarit dhe sinqerisht më ka pëlqyer çdo gjë. Wow, se ndërkohë që dëgjonim intervistat, impresionet pa diskutueshme, po ndërkohë ripam edhe një herë ato veshjet fantastike që ti kishe realizuar. Unë do doja të falenderoja dhe Oni Pustinën që mbas një tërheqje mbas 10 viteve, Oni Pustina doli dhe mbylli sfilaton e këtij koleksioni. Oni Pustina modeli, po, u rikthye edhe ai në pasarel, në një farë mënyrë. Por koincidon sot sepse ju tha 2006-2007. Për herë të parë, me sfilatën e Fashion TV që është bërë, Linda Poda hapi sfilatën me përkrenaren që unë prezentova në Fashion TV. Ndërsa sot, ndërsa tani sa do njeriu të shkoj në hënë, në Mars, të kujtoj që të shkoj ka një gjë që i bën këto, që i bën këto gjëra që ne si japim do të shpjegojmë. Falenderoj sepse ishte ai ta quajmë brand ambasadori që e mbylli sfilatën e këtij koleksioni që unë prezantova. Dua të jap një përshëndetje të veçantë Rita Latit. I love you Rita, sepse me të vërtet është një person i mrekullueshëm. Dua të falenderoj edhe të gjithë personat e tjerë që kanë folur dhe kanë përshëndetur. Dua të falenderoj një mikesh zemre, dhe klienten time prekosh, por nuk po e quaj kliente se sa një mike e zemre dhe një mike e vërtet, Zamira Vyshkon, që ishte prezente aty dhe ajo më shtoi akoma më shumë emocionet. Ej, sa bukur. Ata në knaqur pa diskutim se duke, po më thuaj pak për koleksionin edhe njerë. Dominonin ngjyrat e errta, apo jo, e zeza, gria, ky dimër jo vetëm për mua, por për të gjithë stilistët kudo që janë dhe të gjithë brendet kanë futur shumë ngjyrën e errët, që është ngjyra e zezë dominon kudo. Jeshilja, ngjyra Blue Night, Mizotron dhe bardha që është pa diskutim që është ngjyra e bardha dhe zeza janë ato ngjyrat e përjetshme. Unë u mundova ti fus këto ngjyra, por ti duke i futur në materiale të ndryshme, duke i përshtatur për ambiente dhe situata të ndryshme të veshjeve. Siç kam futur veshjet që është një xhaket lëkure, kam futur pantallonat e lëkurës ke femrat, por duke i shoqëruar me një këmish seta që e dramatizon atë, të themi pak atë pjesën gothic dhe rock që sjell lëkura, por duke u dramatizuar me këmishën që është në set. Kështu janë dhe shumë elementë të tjerë që janë bërë gjetje në këtë koleksion. Një xhaket femre nuk mund të qëndronte vetëm thjesht një xhaket, por i kam vendosur këto pjesët e pellushit për mos rënduar pjesën e jakës, për të lënë një dekolte sa më të pastër tek femrat dhe mongot ja kam transformuar, ja kam bërë në material tjetër që është material pellushi. Dhe këto janë veshje që mund të vishen? Këto janë veshje që mund të vishen kudo. Nuk them që këto janë veshje që mund të dalësh veshje koktejli, sigurisht, këto janë veshje të një dimensioni tjetër, po janë mbrëmje, koktejli, por nuk janë veshje detyrimisht që të shkosh në supermarket, që të shkosh të bësh pazaret e familjes. Sepse po dhe ashtu, ka dhe nga ato që i veshjet të shkon. Mos ta vër kufi, të lutem. Zamira për shembull, Zamira Vyshka, kjo mikesha ime është nga ato persona që edhe kur shkon në pazaret vishet sikur po shkon në opera. Tash është jo jetë, shumë i më bëhet qefi.